Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK për të kaluar në gjykim dosjen ndaj një grupi kriminal të përbërë nga 33 persona, të cilat akuzohen se gjatë vitit 2022-2024 kanë mundësuar kalimin e paligjshëm të disa shtetasve shqiptar në rrugë toksore, ajrore dhe detare, drejt Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Ndaj këtij grupi, SPAK ka ngritur akuzat si të dyshuar për falsifikim dokumentesh, pasaportash dhe vizash, grup kriminal, si dhe ndihmë për kalimin e paligjshëm të kufive. Grupi në fjalë sipas SPAK drejtohej nga Njëzia Demaj dhe Ylli Ibrahimaj, të cilët sipas SPAK kishin përgjegjësinë për falsifikimin e dokumenteve, por edhe organizimin e të gjithë strukturës. Ndërkohë personat e tjerë kishin rol për gjetjen e personave që donin të udhëtonin, falsifikimin e dokumenteve, shoqërimin e tyre dhe më pas mundësimin për të kaluar ilegalisht. Ylli Ibrahimaj ishte lënë në masën e arrestit në shtëpi, por aty u vun prangat edhe në korrik të këtij viti bashkë me djalin Pierin Ibrahimaj, pasi gjatë një aksioni të policisë u zbulua se në banesën e tij vijonin falsifikimet e vizave. Këto persona sipas SPAK arrinin të siguronin dokumente të falsifikuara dhe më pas, me anë të dy agjencive Domi Travel dhe Boris Travel, i dërgonin shqiptarët në Shtetet e Bashkimit Evropian, pasi shkonin në Europë apo në Meksik. Grupi kriminal i pajiste personat me dokumente të falsifikuara dhe më pas ilegalisht i kalonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Britanisë së Madhe. Dokumentet e falsifikuara prodhoheshin në Tiranë me makineri dhe kompjutra të sofistikuar. Gjatë operacionit të zhvilluar në korrik të vitit 2024, policia gjeti në një banesë në Tiranë edhe 37 vula të institucioneve private dhe shtetërore që shërbenin për falsifikime të ndryshme. Pagesat sipas SPAK varionin nga 3.000 deri në 10.000 euro për person.